Mati. Të nderuar përfaqësues mediave, ju faleminderit secilit prej jush që në këto rrethana të vështira për popullin e Kosovës, por edhe për ju si profesionistë të gazetarisë, keni vendosur që të na bashkoheni dhe të informoni qytetarët e Kosovës lidhur me vendimet e kryesisë së kuvendit të Kosovës. A ka nevojë ta përsëris? Në rregull, atëherë paraprakisht më lejoni që edhe njerë të shpreh shqetësimin tim të thellë për shëndetin publik të qytetarëve të Republikës, t'i falenderoj të gjitha institucionet shëndetësore, profesionistët e shëndetësisë, policinë e vendit, institucionet e tjera të sigurisë dhe të gjithë ata persona që sot po kujdesen për shëndetin tonë, për shëndetin e qytetarëve tonë, si dhe të bëj thirrje qytetarëve të vendit që t'i respektojnë të gjitha masat e ndërmarra nga qeveria e Kosovës dhe nga institucionet tjera, si dhe të qëndrojnë në shtëpitë e tyre në veçanti në këto 2 javë që janë jetike për të mbrojtur nga kjo pandemi, në mënyrë që rrezikun nga pandemia ta kapërcejmë me sa më pak vuajtje. Siç e dini, sot kemi mbajtur mbledhjen e kryesisë së kuvendit të Kosovës. Më lejoni t'ju sqaroj paraprakisht që para se të mbahet kjo mbledhje e kryesisë, unë kam komunikuar me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, jo për të kërkuar leje për mbajtje në seancës, pra ky ka qenë një keqkuptim i madh që nuk e di kush e ka plasuar, por për të kërkuar nga ky institut profesional që të dinim se cilat hapa duhet të ndërmerren për të siguruar mbajtjen apo mbarvajtjen në përputhje me rregullat dhe protokollin shtetëror për parandalimin e përhapjes së kësaj pandemie. Kemi kërkuar pra të dimë se në tubime të tilla ku marrin pjesë prapërsisht 150 persona, cilat janë kushtet që duhet të plotësohen në mënyrë që mos të ndikon një tubim i tillë i prapërsisht 150 personave në përhapjen e pandemisë edhe tek qytetarët e tjerë. Pra kjo s'ka pas të bëjë vetëm me kushtet e punës për deputetët, siç është keq interpretuar, por ka pas të bëjë në esencë me parandalimin e një tubimi me numër kaq të madh të njerëzve që pastaj do të mund të paraqiste rrezik për përhapjen e pandemisë përtej kuvendit të Kosovës. Instituti në përgjigje ka nënvizuar se niveli i emergjencës nuk caktohet nga ana e tyre, prandaj ka rekomanduar të njëjtat masa të nevojshme mjekësore që i rekomandohet çdo institucioni tjetër publik në rast se kanë tubime të më shumë personave. Pra ndër të tjera, instituti ka rekomanduar duke u bazuar në protokollin për parandalimin e përhapjes pandemisë COVID-19 që të sigurohet dezinfektimi i sallës, të sigurohet kontrolli mjekësor i pjesëmarrësve dhe mbi të gjitha të sigurohet distanca fizike prej së paku 2 metrash nga pjesëmarrësit në një seancë të tillë. Unë kam kërkuar menjëherë nga administrata e kuvendit që të përgjigjet nëse salla plenare i plotëson kushtet për një takim të tillë, duke u bazuar në rekomandimet e institutit dhe të OBSH-s dhe organizatave tjera profesionale që merren me çështjet e shëndetit publik, dhe përgjigjja e administratës ka qenë që salla plenare nuk i plotëson këto kushte sepse nuk mund të siguroj distancën prej 2 metrash ndërmjet deputetëve dhe pjesëmarrësve tjerë në këtë seancë. Megjithatë, ka pas kërkesë nga disa grupe parlamentare që të kërkohet që të shfrytëzohet edhe hapësira përreth, në këtë rast hapësira e mysafirëve, hapësira e mediave dhe hapësira të tjera në mënyrë që të shihet nëse në një planimetri të tillë do të mund të organizohej seanca, dhe pastaj pas matjeve të nevojshme përgjigja e administratës ishte që në fakt edhe nëse shfrytëzohet ajo pjesë shtesë në sallë dhe në këto pjesë shtesë do të mund të futeshin maksimum 88 veta. Përkundër këtij rekomandimi, pra që salla plenare nuk do të mund t'i plotësonte kushtet dhe rekomandimet e organeve profesionale, megjithatë me shumicë, 4 vota për dhe 2 vota kundër, kryesia ka vendosur që seanca të mbahet nesër në orën 11. Më lejoni po ashtu ta sqaroj që unë nuk jam pajtuar me këtë konstatim për shkak se mendoj që mes mbrojtjes së interesit publik, që në këtë rast nënkupton shëndetin publik të qytetarëve dhe parandalimin e përhapjes së pandemisë
dhe respektimit të një procedure që i lidhet me sallën plenare, ne gjithnjë duhet të zgjedhim të parin interesin publik dhe të krijojmë kushte që mos të përhapet pandemia. Megjithatë, kishte insistim që në vend të distancës 2 metra, të sigurohet distancë 1.5 metra dhe me këtë pastaj të sigurohet edhe mbajtja e kësaj salle plenare. Pra shumica vendosi që nesër të ketë seancë në orën 11, ku siç e dini është vetëm një pikë e rendit të ditës, mocioni i 42 deputetëve kundër qeverisë së Republikës Kosovës. Kjo do të trajtohet pra nesër nga ora 11. Kemi kërkesë nga një grup parlamentar që përkundër vendimit të shumicës për atë grup të sigurohet distanca prej 2 metrash dhe po ashtu për qeverinë e Kosovës. Unë mendoj që secili prej nesh duhet të jemi shembull i respektimit të rregullave që i rekomandojnë institucionet profesionale, me që një gjë të tillë po e kërkojnë vazhdimisht nga qytetarët tonë, por ky është vendim i shumicës dhe kushtetuta nuk lejon që të bëhet ndonjë gjë tjetër post të bëhet nesër një seancë të tillë. Tani nesër i takon deputetëve të Kuvendit të Kosovës të vendosin se si do të votojnë lidhur me mocionin e propozuar nga ana e 44 deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Në anën tjetër, siç e dini, kemi edhe sot një deklaratë të vendeve anëtare të Quintit, nga Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Franca, Britania e Madhe dhe Italia, ku kanë kërkuar unitet institucional në këtë kohë të vështirë për popullin e Kosovës dhe njëkohësisht kanë kërkuar që të ruhet integriteti dhe funksionaliteti i qeverisë së Kosovës dhe institucioneve tjera në këtë kohë ku institucionet duhet të japin maksimumin e tyre për të parandaluar këtë pandemi. Unë mbështes plotësisht këtë deklaratë, ashtu siç kanë bërë thirrje edhe më herët, që jo vetëm të ruhet uniteti ynë politik karshi betejës kundër koronavirusit, por edhe të tregojmë solidaritet maksimal politik në mënyrë që qeveria e Republikës së Kosovës dhe në veçanti institucionet shëndetësore që në këtë periudhë kanë bërë një punë të mrekullueshme të mund ta vazhdojnë punën e tyre. Kemi edhe deklaratën e Bashkimit Evropian që kanë kërkuar nga Kosova përqendrim maksimal në betejën kundër virusit dhe kanë bërë thirrje nga udhëheqësit institucional dhe politik që tërë energjia dhe mundi tyre të drejtohet në luftimin e pandemisë dhe ofrimin e sigurisë së popullit të Kosovës. Dhe në këtë kontekst lejoni të theksoj që si kryetare e Kuvendit në radhë të parë, por edhe si përfaqësuese e qytetarëve të Kosovës, e kam vlerësuar thirrjen e djeshme të presidentit të Republikës që mos të respektohen vendimet e qeverisë si të paprecedent dhe të rrezikshme për sigurinë e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Pra për momentin besoj isha e qartë që vendimi i kryesisë me shumicë votash ishte që nesër të procedohet me këtë seancë përkundër faktit që jo të gjitha kushtet do të mund të plotësohen, por unë kam për detyrë që tani edhe në konsultim me institutin, të cilët i falenderoj shumë edhe për përgjigjen e shpejtë, edhe për gatishmërinë e tyre për të ofruar ndihmë, që edhe të bëhet dezinfektimi i sallës, edhe të përgatiten kontrollet mjekësore për deputetët, edhe të kërkohen që të kemi masa mbrojtëse. Propozimi tjetër që ishte në kryesi të Kuvendit që u votua me shumicë ishte që nesër mos të ftohen mysafir në mënyrë që hapësira të shfrytëzohet për deputet dhe po ashtu për fat të keq edhe hapësira që është për ju media të lartë nesër do të shfrytëzohet për deputet, sepse nuk ka mundësi tjetër se ku do të ulen ata, por Kuvendi i Kosovës do të sigurohet që i gjithë transmetimi i seancës të jetë i qasshëm për të gjitha mediat dhe po ashtu që zyra jonë të jetë i qasshme për çfarë do pyetje shtesë që ju do të mund të keni. Do të kërkojmë nga instituti që të bëjë dezinfektime edhe në ndërkohë, ndërmjet ndonjë pauze nëse në një gjë e tillë është e mundshme. Po ka qenë propozim edhe është përmendur që rregullorja e punës lejon edhe mbajtjen e seancës në ambiente të tjera, mirë po shumica nuk ka pasur një gatishmëri të tillë. Shumica në kryesi të Kuvendit kanë kërkuar që seanca të mbahet aty ku i mbajnë gjithmonë, pra në sallën plenare, vetëm duke adaptuar edhe një pjesë shtesë në mënyrë që të mund të futen edhe deputetët e tjerë. Tani unë nuk e di sa deputet do të jenë nesër prezent
në këtë seancë. Unë jam e njoftuar që ka deputet me probleme shëndetësore, dhe natyrisht ata që kanë edhe probleme të tjera kronike janë në rrezik, siç e dini, sipas edhe vetë komunikimit të OBSH-s që të jenë të infektuar. Megjithatë është vendim i shumicës dhe tani do të jetë nesër do të jetë vendim personal i secilit deputet. Por seanca është ftuar për shkak të vendimit të shumicës në kryesinë e kuvendit, përkundër që, siç e thash, mendimi im ka qenë që mos të bëhet në sallën plenare, por të gjejmë alternativa të tjera. Nuk ka pas ndonjë propozim aty, sepse natyrisht kërkohet që të shiqohet ku janë ato alternativa, mirë po me qenë se shumica insistoi që të bëhet këtu me adaptimin e sallës, atëherë edhe ashtu do të jetë. Natyrisht që unë kam shprehur qëndrimin kundër mocionit, për shkak se kam besuar që nga 6 tetori e tutje në veçanti, por edhe para 6 tetorit, që e vetmja mënyrë që vendit tonë t'i sigurojmë qeveri me legjitimitet, qeveri që në vetvete ka të përfshirë njerëz që jo vetëm që nuk janë të korruptuar dhe të lidhur me krimin, por edhe në mënyrë efektive e luftojnë krimin dhe korrupsionin, dhe një qeveri e cila do të mund t'ja hap derën Kosovës ndërkombëtarisht pikërisht duke u fuqizuar për brenda. Pra me qenë se vërtet kam besuar dhe kam punuar për një qeveri të tillë, i kam dhënë edhe përkrahjen time maksimale. Tani keq kuptimet për brenda qeverisë, kur unë nuk jam aty, e kam pak të vështirë t'i komentoj, por përkundër të gjithave unë kam besuar dhe akoma besoj që ka pas hapësirë për të dy partnerët që të gjejnë një zgjidhje që në veçanti në këtë kohë tepër të rëndë për qytetarët e Kosovës mos të shtohet edhe barra e krizës politike, e cila në vetvete shkakton edhe një barë shtesë psikologjike, nëse mund ta quaj kështu, për të gjithë qytetarët që po kalojnë në një kohë të rëndë. Pra absolutisht nuk e përkrahi këtë mocion, dhe natyrisht që i bëj thirrje të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës që mos ta përkrahin këtë mocion, sepse as nuk është në kohën e duhur, por mbi të gjitha nuk do t'i prodhoj Kosovës një qeveri tjetër që ka legjitimitet ose që mund të merret me sfidat me cilat ballafaqohet Kosova. Kosova sot s'ka nevojë për një qeveri e cila nuk ka legjitimitet demokratik dhe e cila do të përfshijë në vetvete parti me të cilat LDK-ja tashmë ka dhënë premtimin se nuk do të hyjë në koalicion me to. Por kjo është përfundimisht, siç e thash, vendim i deputetëve të Kuvendit të Kosovës nesër. Kosova dhe qytetarët e saj sot kanë nevojë për, siç e ka thënë edhe vetë deklarata e Quintit, për mbrojtjen e integritetit dhe funksionalitetit të qeverisë, të kësaj qeverie, jo ndonjë tjetër. Kjo është çështje që diskutohet pas të nesërmës, nuk është në agjendë. Nesër do të diskutohet vetëm mocioni lidhur me qeverinë e Republikës së Kosovës, nuk ka asnjë pikë tjetër të rendit të ditës. Një qeveri e re teknike nuk mund ta përfshijë në vetvete postin e kryetarit të kuvendit ose kryetarës së kuvendit në këtë rast. Pra nuk mund të jetë pjesë e pazareve të koalicionit, për shkak se në rastin hipotetik që ju e përmendët, në qoftë se partia e parë do të ishte jashtë një qeverie të tillë, unë nuk mund të paragjykoj se si do të jetë vendimi final. Megjithatë, në qoftë se do të ishte, siç e dini, sipas kushtetutës dhe vendimit të gjykatës kushtetuese, posti kryetarit të kuvendit apo e drejta e propozimit i takon vetëm partisë së parë. Natyrisht që do të ketë edhe debat, në qoftë se edhe për këtë temë nuk debatohet, unë për cilën do të debatoj. Natyrisht që duhet të debatohet, unë besoj që deputetët, secili prej tyre do dalë dhe do ta shpjegoj arsyen që i ka shtyr, qoftë ta propozojnë, qoftë ta votojnë, qoftë mos ta votojnë një mocion të tillë, dhe natyrisht edhe qeveria e Republikës së Kosovës e ka të drejtën e vet të plotë që të deklarohet lidhur me mocionin, pra nuk ka ndonjë intens që të ndalohet debati.
shpjegohet zonja Osmani që ndrimi do të kës edhe pas mocionit do të vazhdojnë të jenë pjesë e institucioneve derisa të kalohet kjo çështja e pandemisë. Është e logjikshme nëse zonë qeveri bujen e vet që të vazhdojnë të jetë pjesë e atyre institucioneve? E keni fjalën pas rrëzimit të qeverisë, fakti që qeveria mbetet në detyrë. Po tani ju e dini që dispozitat tona kushtetuese kanë paraqë që deri në formimin e një qeverie të re mbetet qeveria aktuale në pozitë. Kështu që nuk ka pavarësisht mocionit, ka ndodhur edhe në të kaluarën, ta zëm në vitin 2017, përkundër mocionit të suksesshëm qeveria me të gjithë ministrat e vet kanë mbetur në detyrë. Por cili do të jetë vendimi i ministrave nga ana e LDK-s, unë nuk mund ta paragjykoj tani, por me kushtetut dhe me rregullat e aplikueshme parashihet që po ajo përbërje e qeverisë të mbetet në detyrë deri në zgjedhjen e një qeverie tjetër, siç e dini çdo herë tjetër pas mocionit të suksesshëm mosbesimit vendi ka shkuar në zgjedhje. Kështu që kjo ka qenë praktika e mëhershme. Për nesër nuk ka mundësi, sepse për një gjë të tillë do duhej të mbledheshim prapë si kryesi. Pra nuk unë personalisht do ta kundërshtoj që nesër të vendoset një gjë e tillë në rendite. Ne duhet nëse vjen një dekret i tillë, unë nuk mund ta paragjykoj sepse se si do të jetë vendimi ose vlerësimi për një dekret të tillë mund të bëhet vetëm kur ta shohim përmbajtjen. Pra çka saktësisht po propozohet. Kështu që nuk do duaj deklaratat tona të merreshin si pro ose kundër. Megjithatë, dokumentet e tilla duhet të analizohen mirë, janë 48 orë pastaj për ta thirrë një seancë të tillë dhe jo aty për aty ku deputetëve nuk ju lejohet fare as të analizojnë as bazën juridike, as nevojën e masave që propozohen e shumë çka tjetër. Dekreti nuk ka ardhur, kështu që edhe nuk ka ndonjë mundësi që nesër aty për aty, sepse do të ishte papërgjegjësi totale e kuvendit të Kosovës që të votohej një diçka e tillë pa e analizuar paraprakisht brenda 48 orëve ashtu edhe siç parashihet me kushtetutë. Kosova nuk ka nevojë tani për qeveri teknike, Kosova ka nevojë që të përqendrohet 100% në luftimin e kësaj pandemie dhe të merret me sfidat e qytetarëve të Kosovës. Prandaj edhe unë mendoj që nuk do duhej një qeveri e tillë teknike as të vinte në rend dite, siç e dini neni 95.5 e Kushtetutës së Kosovës i tregon qartë procedurat se kujt mund t'i jepet pastaj prap e drejta e formimit të qeverisë. Aty flitet për partinë ose koalicionin që ka dalë i pari, dhe në qoftë se partia që ka dalë e para nuk propozon dikë apo nuk arrin që të krijojë një shumicë të re, atëherë kushtetuta e qartë është që duhet të shkohet në zgjedhje. Më fal, më sqaru, jo. Përgjigjja ishte, po besoj ishte qartë. Unë tashmë kam folur për këtë temë në ditën kur kemi pasur mocionin faktikisht kërkesën e opozitës tanishme lidhur me raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që ndroj pranë secilës deklaratë që e kam dhënë atë ditë. Nesër do të flas edhe më shumë dhe më gjatë në seancën e Kuvendit të Kosovës lidhur me mocionin dhe lidhur me arsyeshmërinë e atij mocioni, pra që mos t'i harxoj të gjitha këtu sot. Faleminderit shumë. Unë harrova në fillim ju kërku falje që ju lam pak më gjatë me prit, po për shkak se kryesia e Kuvendit zgjati një orë më shumë, ishte e pamundur që me dalë. Faleminderit gjithëve.